jo të njëjtë mënyrë identike, por fatkeqësisht shumë të ngjashëm në shumë aspekte. Nuk mund të besonin se 35 vite më vonë, pushtetet e vendit do ishin në duart e një kriminali të pashembull histori pas Enver Hoxhës. Pushtetet e vendit do ishin në duart e një tradhtari që do nxjerrë gjithmonë historinë kombëtare për aktet e tij të tradhtisë ndaj kombit dhe vendit. Do ishin në duart e një njeriu që do plaçkiste Shqipërinë sa askush tjetër në tërë historinë e tij. 35 vite më parë, ata qindra mijëra burra dhe gra që kaluan bllokimin, kaluan autoblindat, snajpert, mitrolozat, për votë e lirë, për dignitetin njerëzor, nuk mund besonin kur se 35 vite më vonë, përsëri do rikthej farsa zgjedhore e atij që përbysën. E vërteta është se ne ndërojmë sot këtë datë me ndjenjë e mirëjohjes më të thellë, por dhe me frymëzimin më të madh, me zotimin tonë para shqiptarëve, se Edi Rama do t'i ketë kohrat e numëruara. Të dashur miq, vëllezër, i ndesim dritat, përshëndesim edhe liderin e opozitës. Dritat e telefonit ju lutem, që të përshëndesim edhe liderin e satani opozitës. Shqiptarëve Enver Hoxha, siç dihet, vdiq në vitin 1985, por e vërteta është se ai, diktatura e tij, vazhduan sundimin fuqiplot, gjerditën që ne shembëm shtatorën e tij, kultin makabër të Enver Hoxhës që kishte pushtuar shpirtrat e shqiptarëve. Një lloj sot Edi Rama është një kufon politike, është një kalmësir politike, i damkosur, i deskritur, i tmerruar, por prap se prap, një lloj si shtatorja e Enver Hoxhës do mbetet në zyrë, përsa kohë nuk do ta tërheqim prej saj, si që tërhoqe mati e tij shpirtëror 35 vite më parë. Miq, diktatura hoxhiste ishte një diktaturë e pa shembull në Europë. Ajo, përveç plojës së luftës klasave, me të cilën ekzekutoi mira shqiptar për liri, dignitet, për besimin tek Zoti, për besimin tek Shqipëria, internoi me 10 mijëra të tjerë, persekutoi me 100 mijëra, përdori përveç saj tiraninë e mjerimit, izolimin më të thellë, indoktrinimin më ekstrem. Pra i regjim 46 vjeçar vendosej mbi disa shtylla që rëndonin çdo ditë mbi shqiptarët.